Pra, në momentin që në një shoqëri rritet korrupsioni, vjedhja dhe mashtrimi, padyshim që Allahu i madhëruar do t'i dënojë këta. Dhe si është dënimi? Që ne, Allahu i madhëruar, na vendos mbi krye njerëz të cilët na udhëheqin dhe që kanë pikërisht cilësitë që ka shoqëria, ose shumica e saj, që vjedhin, mashtrojnë dhe abuzojnë. Prandaj vëllezër dhe motra, ne si shoqëri, të gjithë ne si shqiptarë, të cilët themi e duam kombin ton, dhe jemi patriot, shpeshherë bëjmë edhe me shenja dhe simbolika, ndërkohë që ne, fatkeqësisht, të gjithë përpiqemi se ku dhe si ta zgrapim, ta vjedhim dhe ta ndajmë në thela këtë pak kom që na ka mbetur. Gjithekush. Pra edhe ne të cilët themi nga na erdhi kjo bela, një pjesë e mirë nëse do të shkojnë atje lart, ata nuk do të heqin të vesin të cilën e kanë bërë kur nuk kanë qenë pushtetarë. Kështu që nëse duam, patjetër që të mos kemi këtë lloj belaje në mesin ton, këtë lloj qeverisje dhe këta njerëz të cilët abuzojnë, vjedhin dhe mashtrojnë, ne duhet ta fillojmë pastrimin nga vetja.